deputet të Kuvendit Republikës Kosovës u tha disa herë që ky buxhet që e kemi përpara është i njëjti me atë viteve paraprake. Po nuk është i njëjtë vetëm në mënyrën edhe cilësinë e alokimit të mjeteve, por para së gjithash është i njëjtë edhe në mashtrimin që bëhet me të hyrat e projektuara në buxhet. Të hyrat e parashikuara për vitin 2015 janë mjaft të fryera. Për këtë është e vetëdijshme besoj edhe qeveria, mirë po fryrja të hyreve, siç ka ndodhur edhe më herët, i duhet që në listë të buxhetit mos të kalohet deficiti vjetor prej 2%, i cili kërkohet sipas rregullës fiskale të dakorduar me FMN. Qëllimi këtu është që në fillim të vitit të paraqitet një buxhet me deficit brenda kufirit 2%, e kur gjatë vitit të hyrat nënperformojnë, qeveria të eliminojë një numër të projekteve infrastrukturore në mënyrë që edhe shpenzimet të tjera të jenë në të njëjtin tempo. Të hyrat nga dogana për 2014 nuk do të kalojnë shifrën prej 850 milion euro, kurse buxhetimi ka qenë për atë vit 934 milion euro. Po deri në fund të tetorit të vitit 2014 janë mbledhur vetëm 700 milion euro, që i bie që për ta arritur projektimin të mblidhen edhe 234 milion euro brenda këtyre 2 muajve. Nëse merret kjo parasysh, si dhe marrëveshjet e tregtisë së lirë me Turqinë dhe po ashtu me Bashkimin Evropian, për vitin 2015 të hyrat nga dogana pritet të jenë edhe më të ulta se viti 2014. E lërë më të arrijnë shifrën prej 962 milion eurove sa janë projektuar në buxhetin 2015. Pra vetëm këtu ka në shpërputhje prej më shumë se 100 milion eurove. E njëjta gjë vlen pastaj edhe për të hyrat e administratës tatimore të Kosovës, të cilat do të kishte më qenë sukses nëse arrin shifrën mbi 300 milion euro, e jo sa janë buxhetuar këtu në 367 për 2014, e aq më pak në 429 që janë projektuar të arrihen në vitin 2015. Sidoqoftë ka njerëz që besojnë ekzistencën e babadimit, edhe unë këtu nuk po i gjykoj as ta qeveritarët që kanë sjellë këtë buxhet. Po ashtu në tabelën e të hyrave, me qenë se jam në këtë temë, janë disa shifra që nuk janë shpjeguar fare. Pra vetëm janë vendosur aty ku të rrugë dhe nuk dihet se nga dhe si do të mblidhen. Te taksa koncesionare thuhet që do të mblidhen 10 milion për vitin 2015, ndërkohë që për vitin 2014 kanë qenë të parapara 5.5 milion euro. Dhe pyetja ime këtu do të ishte sa prej këtyre janë para që vinë nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, cila paguhet në formë të taksës koncesionare, meqenëse se është i vënë me koncesion. Dhe apo për fshihet ose apo përfillet aty marrëveshja që ka qenë për koncesionimin e këtij aeroporti. Siç dihet, taksa koncesionare për vitin 2014 ka qëndosh të jetë edhe për vitin 2015. Sipas marrëveshjes 23% e qarkullimit bruto të kësaj kompanie, ndërkohë që për vitin 2014 supozohet, e këtu do të kisha mirëpritur një përgjigje, janë paguar vetëm 2 milion euro, pra sipas një takse koncesionare fikse që ka qenë në vitet e para të koncesionimit. Po ashtu edhe të tantiemat thuhet që do të mblidhen 22 milion euro, sa që kanë qenë të projektuar edhe për vitin 2014 dhe nuk tregohet se brej nga. Pra sa po paguajnë Ferronikli, sa po paguajnë tjera, sa po paguajnë gurorët e kështu me radhë, gjitha këto që i shfrytëzojnë resurset minerale të Kosovës dhe për cilat kur nuk raportohet se a paguajnë dhe nëse paguajnë sa dhe me çfarë metodën. Një temë qendrore gjatë këtyre ditëve, veçanërisht kur ka filluar të flitet për buxhetin, ka qenë edhe rritja e pagave për sektorin publik. Nëse do të ketë rritja apo jo të pagave, si dhe kërcënimet me grevat që vijnë nga sindikatat. Deri tash rritja e pagave, edhe pse e proklamuar me pompozitet nga Hashimthaçi dhe PDK-ja, ka qenë mjet për blerjen e votave. Mjet ky që i ka lënë jashtë punëtorët e sektorit privat, por të cilëve u ka shtrejtuar çmimet përmes rritjes së pagave të sektorit publik, duke rritur kështu njëkohësisht edhe inflacionin. Kjo nuk është se ka ndikuar në mirëqenien e qytetarëve, sepse rritja nominale nuk është përkthyer asnjëherë në rritje reale. Në vend se rritja ta mundte inflacionin, inflacioni e hante rritjen. Por për qëllime elektorale këtë gjë shpesh herë e përdorte edhe Liga Demokratike e Kosovës. Në mars të këtij viti, ministri i tashëm i financave kishte deklaruar se për të arritur realisht rritjen prej 30%, të cilën e proklamonte Atbot Thaçi, rritja nominale do duhet të ishte 43% për sektorin publik. Në të njëjtin deklarim, zoti Abdullah Hoti kishte thënë që rritja duhet të jetë, këtu po citoj, rritja duhet të jetë e rregullt në baza vjetore në përputhje me rritjen e çmimeve dhe me rritjen e buxhetit të shtetit. Meqense në këtë buxhet nuk ka rritje të pagave, a do të thotë kjo që qeveria po thotë që nuk do të ketë as rritje të çmimeve e nuk ka as rritje të buxhetit. Sepse rritja të çmimeve realisht ka. Energjia elektrike është shtrejtuar vetëm këtë vit në 2 shtrejtime që i ka pasur për mbi 12% krahasuar me periudhën e parë të vitit. Por edhe buxheti është rritur, siç po proklamohet edhe këtu. Tash ministri mund të na thotë se rritja e pagave edhe pse është premtuar, nuk ka qenë fare buxhetuar nga qeveria paraprake, e cila e ka përpiluar këtë buxhet dhe për cilin u pranua dhe u tha disa herë që qeveria e re nuk ka prekur fare. Po pra, kjo tregon se sa të njëjtë jeni, se premtoni njëjtë, njëjtë nuk realizoni dhe njëjtë mashtroni.
Çështja tjetër që lidhet me këtë është edhe kontrata kolektive. Në këtë buxhet nuk është projektuar fare kostoja kësaj kontrate, edhe pse ajo është nënshkruar nga kryeministri i kaluar. Ndërkohë që në deklarimet publike, kryeministri aktual, Isa Mustafa, e vlerëson autostradën për shkup të shtrenjtë dhe të vështirë për ta përballuar. Por, po citoj, thotë që është fakt që kontrata është nënshkruar, rrjedhimisht duhet i përmbahemi asaj apo jo. Po që janë këto standarde të dyfishta pastaj. Kur kemi të bëjmë me Behtellin, nënshkrimi i kontratës është i shenjtë. E kur kemi të bëjmë me punëtorët e Kosovës, nënshtrimi na qenë ka i pavlefshëm. Kur jemi të autostrada për këtë vit janë buxhetuar 90 milion euro, sa janë buxhetuar edhe për vitin e ardhshëm, për të përfunduar në këtë projektim që kemi para me 108 milion euro për vitin 2017. Kjo dallon nga projektimet e bëra në buxhetin e vitit të kaluar, kur për vitin 2014 ishin buxhetuar 85 milion euro, për të vazhduar me 2 vitet pas rëndse me nga 100 milion euro. A jeni në dieni se kur do të përfundoj kjo autostradë, sepse me këto projektime mund të zgjas më shumë se 6 vite, ndërkohë që është thënë se do të përfundoj për 4 vite. Apo do t'ja lëni këtë vendim sikur secilin tjetër që ja keni lënë për infrastrukturë Behtellit. Në secilin sondazh, raport a deklarim që i vën në pa kërkesat e qytetarëve, nevojat e tyre, del se problem kryesor në këtë vend është papunësia. Qytetarët kanë nevojë për vende pune e për mirëqenie, ndërkohë që qeveria u jep asfalt, edhe atë shumë të shtrenjtë. E si mund të ketë vende pune kur Behtellit i ndan 1 miliard e 500 milion euro deri tash, pra 834 plus 600 që janë projektuar në kontratën e re, e Trepçës për këtë vit i ndan vetëm 1 milion e 700 mijë euro. Si mund të ketë vende pune kur nuk investohet fare në rritjen e prodhimit vendor dhe kur nuk investohet fare në mbrojtjen e produktit vendor. Pra si mund të ketë vende pune kur bujqësia lihet anash, kur industrializimi i vendit asnjëherë nuk zë prioritet, në ndërkohë që të gjitha paratë shkojnë ose në xhepat e ministrave përmes rrogave ose prapë në xhepat e ministrave dhe kryeministrave përmes tenderave të shtrenjtë. Ju falenderoj. Faleminderit atëherë.